Flaka e lirisë. Si filluan gratë ta pinë duhan? A ishte liri apo manipulimi më i madh i marketingut? Mirë se vini. Sot dua t'ju tregoj një histori të vërtetë që ndryshoi sjelljen e miliona grave në mbar botën. Një histori që tregon se ndonjëherë nuk manipulohen vetëm me zgjedhjet tona, por edhe me mënyrën se si ne e kuptojmë fjalën liri. Le të kthehemi në vitin 1999. Në atë kohë, në Shtetet e Bashkuara, një grua që pinte duhan në rrugë shihej me përbuzje. Për shumë njerëz kjo ishte e papranueshme. Burrat mund të pinin duhan pothuajse kudo. Gratë, jo. Në të njëjtën kohë, lëvizjet për të drejtat e grave po bëheshin gjithnjë më të forta. Ato kërkonin gjithçka, krejtësisht të drejtë, barazi, liri, respekt. Por, ndërsa gratë luftonin për të drejtat e tyre, dikush tjetër pa një mundësi të jashtëzakonshme për të fituar para. Ai quhej Edward Bernays. Njeriu që sot njihet si një nga themeluesit e propagandës moderne dhe marrëdhënieve me publikun. Ai nuk pyeti si ti bindi gratë të pinë duhan. Ai bëri një pyetje shumë të zgjuar. Si mund të bëjmë që gratë të dëshirojnë vetë të pinë? Kjo është fuqia e psikologjisë. Bernays e dinte se njerëzit nuk blejnë gjithmonë produkte, ata blejnë kuptimin që u jepen produktet. Prandaj ai vendosi të mos shiste cigare. Ai vendosi të shiste një ide. Në një paratë të madhe në New York, ai organizoi që disa gratë ndiznin cigare para turmes. Por cigaret nuk u quajtën cigare, ato u quajtën flaka e lirisë. Mesazhi ishte i fuqishëm. Nëse burrat mund të bëjnë, edhe gratë duhet ta bëjnë. Nëse ndez një cigare në publik, po tregon se je një grua e lirë. Gazetarët ishin njoftuar paraprakisht, fotografët ishin gati. Të nesërmën gazetarët shkruanin vetëm për këtë ngjarje. Historia u përhap në të gjithë vendin. Miliona njerëz filluan ta lidhin cigaren me pavarësinë, guximin dhe emancipimin. Por ndaluni për një moment. A e bën vërtet një cigare njeriu më të lirë? Apo kjo është vetëm një mënyrë për të shitur më shumë cigare? Në realitet nuk ndryshoi vetëm sjellja e grave. U zgjedhua dhe tregu i industrisë së duhanit. Një nga produktet që konsumojnë kryesisht nga burrat cigaret u shndërruan në një produkt edhe për gratë. Fitimet u rritën jashtëzakonisht shumë. Kjo histori nuk është vetëm për cigaret, është edhe një mësim për mënyrën se si funksionon propaganda dhe marketingu. Edhe sot, shumë reklama nuk përpiqen të na bindin me logjikën. Ato lidhen me emocionet tona, na shesin suksesin, na shesin bukuri, na shesin status, na shesin identitet. Dhe shpesh pa e kuptuar, ne nuk blejmë produkte. Ne blejmë historinë që është krijuar rreth tij. Prandaj herën tjetër kur të shihni një reklam, një influencë ose një fushat të madhe marketingu, bëjini vetes një pyetje të thjeshtë: apo zgjedhun vet, apo dikush tjetër po zgjedh për mua? Ndoshta kjo është forma më e rëndësishme e lirisë. Jo të bëjmë gjithçka që na afrohet, por të kuptojmë se kush po ndikon në mendimet dhe zgjedhjet tona. Faleminderit që më dëgjuat. Nëse ju pëlqeu kjo video, pëlqejeni, shpërndajeni dhe abonoheni, sepse njeriu bëhet vërtet i lirë vetëm atëherë kur fillon të kuptojë se si ndikon mendja e tij.